Leukemia është një lloj kanceri që prek qelizat e gjakut dhe palcën kockore. Ky sëmundje shfaqet kur qelizat e gjakut fillojnë të shumëzohen në mënyrë anormale, duke zëvendësuar qelizat e shëndetshme. Por si e kuptojmë se trupi ynë po jep sinjale alarmi? Ekzistojnë shenja të hershme që shfaqen fillimisht në gjak dhe në lëkurën tonë, të cilat duhet t'i njohim për një diagnostikim të hershëm dhe trajtim më të suksesshëm. Sipas studimeve mjekësore, shumë nga këto simptoma fillestare lidhen drejt për drejt me uljen e qelizave të shëndetshme të gjakut në palcën kockore. Kur qelizat e leukemisë shumëzohen shpejt, ato zën hapësirën e qelizave normale, duke shkaktuar mungesë të globulave të kuqe, globulave të bardha dhe pllakave të gjakut. Kjo mungesë reflektohet qartë në gjak dhe në sipërfaqen e lëkurës. Le të shohim 7 simptomat më të rëndësishme që duhet t'i vlerësojmë me kujdes. Simptoma e parë: petekjet, pikat e kuqe në lëkurë. Një nga shenjat më të hershme dhe më të dukshme të leukemisë janë petekjet. Këto janë pika shumë të vogla me ngjyrë të kuqe, vjollc ose kafe, që shfaqen në sipërfaqen e lëkurës. Petekjet nuk janë në të vërtetë një lloj thjesht ekzeme, por janë rezultat i gjakderdhjes nën lëkurë. Arsyeja pse petekjet shfaqen është mjaft i qartë. Trupi ynë përmban kapilare shumë të vogla nën lëkurë, dhe kur këto kapilare thyhen, gjaku normalisht ndalon së rrjedhuri fal pllakave të gjakut që ndihmojnë në mpiksjen e gjakut. Megjithatë, leukemia shkakton ulje drastike të numrit të pllakave, gjë që e bën të pamundur kontrollin e gjakderdhjes. Kështu, gjaku del nga papilaret e thyer dhe shfaqet si pika të kuqe në sipërfaqe. Një nga mënyrat për të dalluar petekjet nga një ekzeme zakonshme është duke shtypur me gjisht zonën e prekur. Ndryshe nga ekzema që zbehet kur shtypet, petekjet mbeten me të njëjtën ngjyrë. Ato zakonisht shfaqen në këmbë, në krah, në bark dhe ndonjëherë në pjesë të tjera të trupit. Është shumë e rëndësishme të theksohet se petekjet nuk shkaktojnë kruarje apo dhimbje, ndryshe nga reaksionet alergjike ose ekzemat e tjera. Simptoma e dytë: mbritjet e lehta dhe spontane. Një tjetër simptom e zakonshme e leukemisë është prirja për të mbrirë shumë lehtë, shpesh pa patur një arsye të qartë. Pacientët me leukemi vërejnë se edhe një goditje e vogël ose kontakt i lehtë mund të shkaktojë mbritje të mëdha në lëkurë. Në disa raste, ata zbulojnë mbritje në trup pa u kujtuar të kenë pësuar ndonjë dëmtim. Kjo ndodh sepse leukemia shkakton trombocitopeni, që do të thotë numri i ulët i pllakave të gjakut. Pllakat luajnë një rol thelbësor në mpiksjen e gjakut. Kur dikush pëson një goditje, kapilarët nën lëkurë dëmtohen dhe gjaku rrjedh në indet përreth. Në një person të shëndetshëm, pllakat e gjakut ndalojnë shpejt këtë rrjedhje. Por kur nivelet e pllakave janë të ulta për shkak të leukemisë, gjaku vazhdon të rrjedh dhe krijohet një shenjë e errët në lëkurë që njihet si mbritje. Mbritjet e lidhura me leukemin janë zakonisht më të mëdha se sa do të pritej nga një goditje e vogël. Ato mund të shfaqen në çdo pjesë të trupit, por më së shpeshti gjenden në krah dhe këmbë. Mbritja fillon me ngjyrë të kuqe ose vjollc, pastaj kalon në blu, jeshile dhe më në fund në një ngjyrë të verdhë para se të zhduket plotësisht ndërsa trupi ripërthit gjakun. Simptoma e tretë: purpura, zonat mëdha vjollce në lëkurë. Përveç petekijeve, që janë pika të vogla, leukemia mund të shkaktojë edhe purpurën, që është një formë më e madhe e gjakderdhjes në lëkurë. Purpura duket si zona më të gjëra me ngjyrë vjollc, të kuqe ose kafe në lëkurë dhe zakonisht janë më të dukshme se petekijet. Purpura ndodh për të njëjtin arsye si petekijet, mungesa e pllakave të gjakut që është shkaktuar nga leukemia. Megjithatë, në rastin e purpurës, gjakderdhja është më e gjerë dhe prek zona më të mëdha të lëkurës. Sikurse petekijet, purpura nuk zbehet kur shtypet me gisht, gjë që e dallon nga reaksionet e tjera të lëkurës. Këto zona mund shfaqen kudo në trup, por më së shpeshti vërehen në këmbë dhe në krah. Purpura nuk shkakton dhimbje ose kruarje, por prania e saj është një tregues i rëndësishëm se nivelet e pllakave janë rënë ndjeshëm. Kur një person vëren purpur së bashku me simptoma të tjera si lodhje ose infeksione të shpeshta, është thelbësore të kërkojë ndihmë mjekësore menjëherë. Simptoma e katërt: lëkura e zbehet dhe anemia. Njëra nga simptomat më të njohura të leukemisë është lëkura e zbehet, e cila lidhet drejt për drejt me aneminë. Anemia ndodh kur trupi ka mangësi të globulave të kuqe të gjakut dhe është një simptom e zakonshme në të gjitha format e leukemisë. Globulat e kuqe të gjakut përmbajnë hemoglobin, një protein që transporton oksigjen nga mushkrit drejt të gjitha pjesëve të trupit. Kur qelizat e leukemisë shumëzohen në palcën kockore, ato fillojnë të zënë vendin e qelizave normale që prodhojnë globulat kuqe.
Kjo çon një ulje të numrit të globulave të kuqe dhe përpasoj në anemi. Anemia manifestohet në lëkurë si një zbehje e dukshme. Lëkura dhe mukozat, veçanërisht rreth gojës dhe në pjesën e brendshme të qepallëve, duken më të zbehta se zakonisht. Në njerëzit me lëkurë më të errët, kjo zbehje mund të jetë më e vështirë për t'u vënë re, por mund të kontrollohet në shputat e duarve ose në tabanet e këmbëve. Përveç zbehjes së lëkurës, anemia sjell edhe simptoma të tjera si lodhje të madhe, dobësi, marramendje, dhimbje koke, frymëmarrje të vështirë dhe ndjenjë të ftohtësisë së vazhdueshme. Këto simptoma ndodhin sepse indet e trupit nuk marrin mjaft oksigjen. Anemia e shkaktuar nga leukemia mund të jetë e rëndë dhe në disa raste kërkon transfuzion gjaku për të lehtësuar simptomat. Simptoma e 5: gjakderdhje dhe humbje gjaku. Leukemia shkakton jo vetëm mbrihje spontane, por edhe gjakderdhje të shpeshta dhe të vështira për të kontrolluar. Pacientët me leukemi shpesh përjetojnë gjakderdhje nga hunda, gjakderdhje nga mishrat e dhëmbëve dhe në raste më të rënda gjak në urinë ose në jashtëqitje. Arsyeja kryesore për këtë është trombocitopenia ose niveli i ulët i pllakave të gjakut. Pllakat janë përgjegjëse për ndalimin e gjakderdhjes kur kapet një enë gjaku. Kur niveli i tyre është i ulët, edhe gjakderdhjet e vogla bëhen të vështira për t'u ndalur. Një gjakderdhje e vogël nga hunda që zakonisht do të ndalej brenda pak minutash mund të vazhdojë për një kohë më të gjatë të një person me leukemi. Gjakderdhjet nga mishrat e dhëmbëve janë veçanërisht të zakonshme. Pacientët mund të vërejnë gjak kur lajnë dhëmbët ose kur kafshojnë ushqime të forta. Në disa raste, leukemia mund të shkaktojë edhe ëndje dhe dhimbje në mishrat e dhëmbëve, veçanërisht në lloje të caktuara të leukemisë akute mieloide. Prezenca e gjakut në urinë ose në jashtëqitje është një shenjë më serioze dhe kërkon vlerësim mjekësor urgjent. Simptoma e 6: leukemia cutis, lezione në lëkurë. Leukemia cutis është një simptom e rrallë, por shumë e rëndësishme, që prek vetëm rreth 3% të pacientëve me leukemi. Kjo gjendje ndodh kur qelizat e leukemisë depërtojnë në vetë lëkurën dhe krijojnë lezionet e dukshme. Leukemia cutis manifestohet si njolla të kuqe, vjollc ose kafe në lëkurë, që mund të jenë të sheshta ose të ngritura si nyje të vogla. Këto lezione mund të shfaqen kudo në trup, por më së shpeshti gjenden në këmbë, krah, shpinë, gjoks, kokë dhe fytyrë. Ato nuk shkaktojnë dhimbje dhe zakonisht nuk janë të kruashme, ndryshe nga shumë probleme të tjera të lëkurës. Leukemi cutis zakonisht shfaqet pasi personi është diagnostikuar me leukemi, por në raste të rralla mund të jetë shenja e parë që çon në zbulimin e sëmundjes. Disa forma të leukemisë akute mieloide janë më të prirura për të shkaktuar këtë simptom. Në disa raste, leukemi cutis mund të duket si puçra që ngjajnë me puçra të zakonshme të lëkurës, por ekzaminimi mjekësor dhe biopsia mund të zbulojnë praninë e qelizave të leukemisë. Është e rëndësishme të theksohet se çdo njollë e re, e pazakont, ose që nuk shërohet në lëkurë, duhet të vlerësohet nga një dermatolog ose hematolog, veçanërisht nëse shoqërohet me simptoma të tjera si lodhje, ethe ose humbje peshe. Simptoma e 7: infeksionet dhe shenjat në lëkurë. Një nga simptomat më të shpeshta dhe shqetësuese të leukemisë janë infeksionet e përsëritura. Leukemia shkakton ulje të numrit të globulave të bardha të shëndetshme, të cilat janë përgjegjëse për mbrojtjen e trupit kundër infeksioneve. Megjithse pacientët me leukemi mund të kenë numër të lartë të globulave të bardha në gjak, këto qeliza janë anormale dhe nuk funksionojnë siç duhet për të luftuar patogjenët. Infeksionet tek pacientët me leukemi mund të prekin lëkurën në forma të ndryshme. Mund të shfaqen infeksione bakteriale, kërpudha ose virale që shkaktojnë puçra, fistulin ose zona të skuqura dhe të ënjtura në lëkurë. Këto infeksione shpesh janë më të rënda dhe zgjasin më gjatë se tek njerëzit me sistem imunitar normal. Një simptom tjetër që lidhet me infeksionet është ethet e shpeshta. Temperatura e lartë zakonisht shoqërohet me infeksione dhe tek pacientët me leukemi, ethet mund të përsëriten shpesh. Ndonjëherë, vetë leukemia mund të shkaktojë temperaturë pa qenë e pranishme ndonjë infeksion specifik. Përveç infeksioneve të lëkurës, pacientët mund të kenë edhe probleme të tjera dermatologjike, si ekzema, puçra të mëdha të mbushura me lëngje ose reaksione të pazakonta të lëkurës ndaj ilaçeve. Në disa raste, leukemia mund të shkaktojë kruarje të lëkurës, megjithse kjo është më pak e zakonshme. Kruarja lidhet me lëshimin e substancave kimike nga qelizat e dëmtuara të gjakut. Njohja e këtyre 7 simptomave që shfaqen fillimisht në gjak dhe në lëkurë mund të jetë vendimtare për një diagnostikim të hershëm të leukemisë. Petekjet dhe purpura,
Mbrinjet e lehta, lëkura e zbehet nga anemia, gjakderdhjet e shpeshta, leukemia kutis dhe infeksionet e përsëritura janë të gjitha sinjale alarmi që nuk duhen injoruar. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të theksohet se shumica e njerëzve që përjetojnë këto simptoma nuk kanë leukemi. Shumë prej këtyre shenjave mund të shkaktohen nga kushte të tjera mjekësore më të lehta. Megjithatë, nëse një person vëre disa nga këto simptoma së bashku, veçanërisht nëse ato zgjasin më shumë se 2 javë dhe nuk kanë një shpjegim të qartë, është thelbësore të konsultohet me një mjek. Diagnostikimi i hershëm i leukemisë rrit ndjeshëm shanset për sukses në trajtim. Ekzaminimet e gjakut, si numërimi i plotë i qelizave të gjakut, mund të zbulojnë shenja të leukemisë përpara se simptomat të bëhen të rënda. Nëse dyshoni se ju ose dikush që njihni mund të ketë simptoma të leukemisë, mos hezitoni të kërkoni ndihmë mjekësore. Trupi ynë na dërgon sinjale kur diçka nuk shkon mirë, dhe dëgjimi i këtyre sinjaleve mund të shpëtojë jetë. Mbani mend se shëndeti është thesari më i çmuar që kemi. Kujdesi për shëndetin ton dhe vëmendja ndaj ndryshimeve në trupin ton janë hapat e parë drejt një jete më të shëndetshme dhe më të lumtur.